Do të shkojmë në një tjetër qark, në një qytet të mrekullueshëm bregdetar siç është Vlora, për të mësuar diçka më shumë për sa i përket sezonit veror. Lidhem me Algert Harizin. Algert, të përshëndes, të lutem para se të flasim për turizmin, fluksin e turistëve edhe problematika, doja të dija mbi aksionin e mëngjesit të sotëm në radhim apo jo, një aksion i cili përfshin ndërtimet palem. Thuaj diçka më shumë lidhje me këtë. Po, përshëndetje dhe njërë nga Vlora, si që tha dhe ju, orët e para të mëngjesit ditës së sotme është zhvilluar një aksion nga Inuku në zonën e radhimës, ku është bërë shëmbje disa objekteve, shtesave, mund të themi, pa leje në këtë zonë, ku edhe pak ditë më parë në këtë zonë ka patur një paralajmërim për gjithë bizneset që janë në pjesën e ku po ndërtohet Lungomarja 3, ka patur një paralajmërim për heqjen e një pjesëve të ndërtimeve dhe shtesave që kanë patur, kurse ditën e sotme ato pjesë që nuk kanë, ato biznese që nuk kanë ndjekur këtë urdhër të dhënë pak ditëve dhe më parë, kanë ndërhyrë fatdromat e Inukut dhe kanë bërë shëmbjen e këtyre objekteve ose shtesave pa leje. Është një aksion i befasishëm, mund të themi, ditën e sotme, mbasi bizneset nuk janë përgjigjur thirrjes të Inukut, por ajo që ka vjet e re, kjo gjë mund të themi ndikon dhe në imazh të keq të qytetit të Vlorës. Këto prishen në këtë fillim të sezonit turistik, ndikojnë dhe te imazhi i turistëve. Kanë qenë një numër i lartë turistëve në atë zonë ku i ka bërë përshtypje ky aksion i befasishëm dhe janë larguar në ato zonat e plazhit ku aktualisht po pushonin dhe janë larguar në pjesë të tjera të qytetit për të pushuar. Është imazh i keq, mund të themi, kjo gjë që po zhvillohet në qytetin e Vlorës. Këto aksione mund të merrshin dhe më parë dhe mund të shmangnin këtë imazh të keq, se të gjithë janë me një telefon në këto momente dhe mund ta shpërndajnë këtë imazh të keq që ka krijuar Shqipëria dhe qyteti i Vlorës për këtë sezon turistik. Po mund të themi që ky sezon është i mbar deri në këto momente, siç mund ta shikoni dhe na pamjet. Via bregdetare e Vlorës është me një numër të lartë dhe pse jemi ditë e shtunë dhe nuk është se i kanë marrë të gjithë pushimet, ka një numër të lartë të qytetarëve që kanë ardhur në qytetin e Vlorës këtë të shtunë për të kaluar këto orë të nxehta, për shkak se edhe temperaturat janë goxha të larta dhe kanë favorizuar që të ketë një numër të lartë jo pushuesish nga Shqipëria, por dhe të huaj. Ata janë të komsive të ndryshme që preferojnë qytetin e Vlorës në këtë muaj në qershori, janë italianët, ata që janë besnikët të qytetit të Vlorës, mund të themi ukrainasit dhe polakët, tashmë janë banor të qytetit, ka marrë dhe banesat e tyre, gjithashtu tërheqin dhe familjar dhe miqtë e tyre duke promovuar qytetin e Vlorës në Ukrainë dhe Poloni. Është një numër i lartë dhe informacionet e marra nga operatorët turistik të ukrainsëve dhe polakëve që preferojnë qytetin e Vlorës, po nuk ngelem pas dhe gjermanët, spanjollët, qytetarët nga shtetet e ndryshme dhe nga vendet e ftohta preferojnë qytetin e Vlorës në këto periudhë, për shkak se janë dhe çmimet aktualisht në qytetin e Vlorës janë të favorshme për të gjithë pushuesit dhe turizmit dhe janë pjesa e shtëpive në qytetin e Vlorës fillojnë çmimet nga 30 euro e një banese e marrë me qira deri në 50 euro deri në këtë muaj qershorit. Kjo i ka favorizuar dhe pushuesit të kenë një kërkesë dhe një numër të shtuar të këtyre pronotimeve në qytetin e Vlorës. Kurse pjesa e hoteleve mund të themi që variojnë nga 50 euro deri në 150 euro ato zona luksi dhe në vinën e parë të plazhit. Zona që preferojnë më shumë turistët, pjesa e turistëve familjar, po.